7.000 vjet i ke aty. Dhe duhet gjitha përvojat, OBSH-ja tashmë ka universitete edhe në Evropë, në Amerike, kudo. Shpresojmë që një ditë edhe ne të kemi universitetin tonë, ku mësohet akupunktura dhe degë tjera. Për ondra, a kina i gjelpon për mi largu ondra të këshia? Jam të po ondra një bërshlibi li më stjallo pare të heq. Kjo shumë interesante, më rikujton një pacient kore, a ishte raj i shkreti në hale, në gjitha dhe thot aj tjetëri, thot, shërbesh nëshe se mi ka do pare, bërsh. Mo pas ka lidhë, doktor. Po, edhe nuk ka gjelë për atë tila, po ka që, si shtash më heret, pak të rikuperohemi dhe të fillojmë të punojmë që përfitojmë nga puna, nga djersa, nga gjitha këto. Dërsa zakonisht vi njerëz që nuk kanë punë, janë të lodhur, nuk kanë mundësi materiale për arsye se kjo edhe ta humbë si shtam atë vullneten, atë sevdan. Po, sevdan. Sevdaje. A ku të vinë të ti, atë besojnë ma shumë ty a gjelponës, doktor? Tash më besojnë mua, më shumë në fillim kanë besuar, bile kur vinin pacientat, para 30 vitësh, ku është kinezi, mund shikoja mbrapa, s'ka kinez aty. Pa ti po unë jam. Edhe falë rezultateve, tani më besojnë mua, falë rezultateve. Po unë nuk kam qenë tërë jetën edhe akoma jam modest, tu atë jem modest dhe i tillë, sepse kjo është mënyra më e mirë për të shkuar, ta quaj për të patur suksese, sepse nuk është e rrugës që të kemi shumë pacientë dhe mos të kemi suksese. Po më mirë pak e mirë. A ka pas rast orë në i kosh për terapi të gjumit? Se orë të ti ka flejnë të s'ka dosh më quhish, ka po që të po flejnë? E në ndodhë, sepse gjatë trajtimit bëhen 30 minuta dhe aty kohë gjatë. E merë gjumit. E njeri filloj të flej aty duke gërhatur, unë për dëgjoj edhe tash në fund tash zotni ke fjet pak, tha. Jo, a shumë pak. Jo pak, jo është gjysore. Ka shera se të gjatë? Ka që binë në gjumë, po janë pikat caktuara, po nga njerë edhe lodhja bë të vetën, sepse ka njeri që nuk flenë tërë natën nga dhimbja, edhe kur vjen të mje, kur shtrijet aty e gjenë bo aki, si shtu aty, atë qëtësin e ti dhe e zë dhe gjumi. E për këta deputet takina i gjelpon, doktor? Një angullu, valloj për 4 vjetë kur s'ja u shahek, bëllë për në angullin atani. E vërtet, po, kem patur edhe deputet, po nuk do të thot që kanë arë për qëllimet për të ndryshme, se dhe ata janë njerëz, kanë probleme, kanë halët të ndryshme. Mirë, po, më e mira që shtash më ere do t'ishte qëtësia dhe ta quaj ai bashkëpunimi, sikur akupunktura, doja theja pak më herët, në Zagreb, qyteti ka qenë shumë i ngarkuar si Prishtina jonë. Dhe çfarë kanë bërë? E kanë vendosur akupunktura grada, akupunktura qytetit. Dhe ato pikat që kanë qenë, ato i kanë liru dhe u zgjidh problemi ta quaj trafikut e krejt. Këtu te ne nuk i bëhet akupunktur ta quaj rrugëve. Në Gjilar për shembull kemi një rrugë qarkore, u gëzum gjithë se do të shkarkohet trafiku. Po aty u ndërtu u bë ma madhe po. Dhe aty ku nevojitet një akupunkturë e qytetit dhe e Kosovës krejt që të rregullohen edhe rrugët, sepse rrugët janë sikur energji që kalojnë dhe nëse ti i mbyll ato është problematike. Prandaj me këtë do të merren natyrisht ekspertët e rrugëve dhe pastaj përmes politikave të tyre mund të shkarkojnë edhe ngarkesat në për qytetet tona të cilat janë. Doktor, jeni shumë aktiv në për seminare në konferenca. Qysh kaloni? Po, tani më kam kaluar shumë dhjetra, mos them ambasadori i paqes. Po, konferenca shkencore i dua shumë sepse gjithmonë prezantojnë me nga një punim, nga lëmi i akupunkturës, pastaj terapisë vibroakustike, rezonancës mikrovalore, implant akupunkturës. Këto gjëra dua që përmes konferencave ti afirmoj sa më shumë. Ndërsa sa i përket paqes, paqen e kanë fituar falë akupunkturës, ta quaj ato titujt mbi paqen. Në vitin 2008 kanë fituar një çmim të lartë nga Kombët e Bashkuara që quhet Dag Hammarskjöld, i cili ka qenë një sekretar general i Kombëve të Bashkuara, i cili në një aksident me helikopterin e tij bie dhe në shenjë humbjes së sekretarit general të Kombëve të Bashkuara, ndahet një çmim dhe kam pas fatin që ta fitoj unë. Dhe atë çmim nuk e kam marrë në Kosovë, e kam marrë në Kolombo. Po, universiteti im atje ku kam studiuar, më ka propozuar dhe ka qenë për mua gjëja më e bukur në jetë. Dhe ka qenë një dhuratë shumë, jo vetëm për mua, po edhe për Kosovën, sepse atje e dërgova dhe flamurin e Kosovës, dhe mund të them me përgjegjësi të plotë se kam mundësi që të ndihmoj edhe njohjen e Kosovës, por atë botë kur doja unë nuk ishin të interesuar këta këtu dhe pastaj
mbeti ajo. Megjithëse një lobim i mirë nga ekspertët, nga ta quaj shkencëtarët tonë, se kemi shqiptar kudo në përbot, ata do të jepnin. Pastaj kam një mik indian, Madhu Krishan quhet, është nipi i Gandhit, cilën e kam shumë mik, shumë shok, edhe ai më ka thënë, autorizonëm që unë të punoj për juve për një ndita, po është problematike, se kishme një problem me një Sadiku quhet ishte bokser apo karatist, nuk kujtohet, edhe s'mund shkonte në gara në Indi se nuk kishte pasaport. Aty ishte halli. Po mund bëhet shumë, po këta të mëdhenjët kur ti marrin pozitat pastaj nuk ju vjen shumë interesant njoja dikuj ose duhet kohë gjatë. Qysha jeta në Indi? Po, varet, për shembull Pi vendit në vend. Po, Kalkut ku kam qenë, për shembull është varfërie shumë e madhe, në New Delhi është qytet që skelar, lekt flesh atje. Një lloj edhe në Rusi, për shembull, Moska është shumë e shtrenjtë, ke hotel 500 euro, 600 euro nata, na thëmë janë të varfër, nuk janë të varfër, janë të organizuar. Kishte bank 1400 e diçka banka ishte themeluar, ne tani kemi filluar me banka, po ne po shkojmë shpejt, shqyr zotit, sepse tani nëse mund të them bota e internetit, inteligjenca artificiale ka sjell shumë dhe na ndihmon shumë që ne të jemi në hap me kohën, por që nuk bën, duhet të kalohen disa stade, nuk bën me një herë. Duhet avash të mësojmë gjërat sa më mirë e më mbar për të arritur vendin ku e meritojmë dhe ku duhet të shkojmë. Përveç se na shëron me këto mjete, ti po na shëron edhe me fjalë, mërë doktor. A ti po ka doktori i mirë, me fjalë shëron, pa tash ti gjelponën mejt. Vetëm nëse janë nga zemra, nga burimi, nga thellësia, ato fjalë janë të mira për dëgjuesit, për shikuesit, për të gjithë, se për ndryshe jemi të lodhur me fjalë koti, me fjalë me gjitha, vërtet e dhimbshme, po inshallah kam dëshirë që fjalët e mia të ndikojnë te dikush që sado kudo. Ti je shëru si mirë edhe përvesh, se edhe kënon, doktor. Për kam qenë i ri, kam kënduar, tani më nuk kam po. Edhe i ri, doktor, wallah, alo i ri je. Po, shumë. Shumë. Kam kënduar këngë më herët folklorike, pastaj kam edhe një album, të cilin mund të them fatkeqësisht gjatë luftës u publikua dhe u dëgjuar më shumë nëpër Maqedoni, në vende tjera, sepse Kosova s'kishte mundësi për këngë, nuk janë dëgjuar, s'kishte radio. Mirë po, kam disa këngë aty që edhe unë vetë i kam komponuar, i kam shkruar do tekste dhe më ka pëlqyer që kam bërë për vete. Më rëndësi ka që unë kam qenë i kënaqur. Me kënaq veten. Po, për shpejtohen thoj. Se muzika është edhe trajtim. Trajtim. Për arsye se tash është më lehtë sepse futesh në internet dhe gjen muzikë ta quaj instrumentale, relaksuese, gjëra të tjera të cilat të ndihmojnë. Po më ka rënë në sy se kur kam trajtuar narkomanët përmes disa shikave këtu, ata nuk e dojnë muzikën relaksuese. Edhe ata do të harra. Prandaj thash që duhet disa njohuri sepse ata dojnë muzikë pak më happy, pak më të fortë, më të vrasht pak. Pra aty e dallon ti mjeku ta quaj, po. Aty e dallon mjeku se çfarë muzike duhet ti, sepse gjatë seancave të akupunkturës ne nganjëherë kur e shohim që dikush e don e ka pranon muzikën, vendosmi kufjet edhe pacientët dëgjojnë edhe muzikë e cila natyrisht, sidomos amerikanët kur vinë, ata kanë. Doktor, e këta se pinë alkoholin shumë. A mundi me bona ishen? Po janë disa pika që aplikohen të ne, në Kosovë nuk kam trajtuar pacient me alkoholizëm, po jashtë përdorët, sepse janë qendrat të cilat ndikojnë, japin porosi në sistemin nervor dhe ta shuan ty, ta shuaj etjen ose dëshirën. S'do mja po sytë. Edhe nikotinën, edhe drogën, edhe këto ta shuaj shprehje të dëmshme trajtohen me shumë sukses, po edhe obeziteti, për arsye se është qendra e urisë. Pika e urisë dhe ti e trajton pikën e urisë dhe metabolizmi kryhet pak më mirë edhe nuk ke një farë ndjenje që ke nevojë për të ushqyer. A që të një pikë, se ta preksh, shte me lo dohonin. Se ta preksh knet, shte me hongër molla. Kallë të tilla, po ato ju jeni ekspert dhe e keni zbuluar këto të mollave, po që për shembull që rregullojnë metabolizmin, ka është pika metabolizmit, ka pika të ndryshme të cilat secila ka rolin e vet. Janë 200 pika, para mendo dhe aty ka shumë gjithçka që apo ka efekt që kjo për migrenë, doktor, është? Po, mund të thuhet se dikun ka patur suksese, po ka pasur të tillë që i kanë vendosur dhe nuk kanë pasur. A kjo me mosh migrena? Jo. Dikush thot me mosh, ku te kalesh një mosh tash i largohet. Femrat më shumë të vuajnë nga migrena, mbi 90%. Pse që të ka pak të synit e që saj dëdhomin duhet? Po. Janë disa tipe të dhimbjeve